Or ti bëj apel për këto skuterat që i bllokujnë këto elektrikët? Ja, mos bëj apel që se mirë kanë bërë që ja kanë heq skuterat. Ore shumë mirë, unë them me ty bravo mi motër. Bravo me ty. Unë për ato jam, po jo ti marr 1 muaj ti qesi prap qarkullim. Ti marrë 6 muaj i vita, ku dëgjon? Ti e qen fare. Po mirë ka se janë të rrezikshëm më vjen tash edhe po. Tani jo aq ekstreme tani janë bërë, të bëj një rregullore ti nxjerrin. Po çfarë rregullore? Ka rregullore që i më përsipër këtë. Nga 3-4 kal, po di çka kam parë ditë. Mo dukte si trener, 4 kalamoj nga 3-14 vjeç të. 4 me skuter, 1 milion i tjetrin. Për zotin e ashtu. E kalon kështu, shiu. Mos aty ne kaloj njëri me kalamonin 1 muaj, më krak, kështu tek plot. Jo më jep të gjoks në njëra, tani avash. Po edhe i ditë njëna, ne jep të gjoks. Po ne jep të gjoks në botë TikTok. Atë do na sa. Tani mos. Ai kam seriozisht edhe, ore le të përdorin njerëzit transportin publik më radhë, nuk vriten. Pse budallën janë nga India, ose Japonia që njihen aty 500-400 veta në ato bus. Jo, shumë më bër. Jo, atë ka njerëz, nuk është si Tirana që s'ka më njerëj. Jam se do më parë, këto që janë, se zgjidhet tash, se edhe ne për ne është mirë valla, se kena ngel pa punën, në autobus punojmë tash. Ç'është më bë? Pse çaj ti Fatorino je? Jo më dhanim kontrollor, ç'a Fatorino thotë? Këto biletave. Jo kontrollor biletash, ti ovis. Se ka taroni gjë çem, 400.000 lekë rroge? Po çfarë kontrollori? Çfarë kontrollor? Motorin e makinës? Po jo, ne kontrollor çonta grash, to xhepa pantallona, xhepa të vegjël, xhepa jaketa, shto. Ke parasysh? GPS. Fix. Jo GPS, kontrollor, ore ti. Ama hajdut po. Jo hajdut je po kape quhesh hajdut. Po su kape? Po su kape je kontrollor. Po fix. Ishte se ne kena po, un kam qenë 92-shin që jam servit për këtë punë, që me fugonat dikur. Ne jemi të bëni kështu gjëna, ne bëjmë servitje, kena pas servitje biles, edhe në Greqi kam pas punuar sa kohë. Bëjmë servitje me çarçe minç ti visa. Ç'a thuare? Po si bëhet kjo? E le drakmin, atëherë e leshim drakmin domethënë. E leshe ka ajo, e aktivizosh çarkun, edhe kapsh me 2 gishte kështu. Pa. Pa shkref, Pa shkref fare. Ç'a thua? Apo s'janë të trashëkish me ato drakmit. S'janë, kanë qenë. Kanë qenë se s'janë më, shkret ato. E kam rritja çan për aty për koleksion. Po reflekset si ke humbur akoma, besoj që atëra. Po jam tash i shoqyr ka dash zoti këtë ditë që s'ka pas se janë dymt edhe po më përpara ishim katastrofë të vis. Dëshëm da me gruan 6 herë. Ç'a thuare? Po hikshem shtëpinë darkët thoshte kalamojt ke dera. O berdi babi, o baba thon kontrollove në një sot. Vetë që babi dëshon se kanë një ato klientët e babit me monopatina, ç'të bëj babi? Si ndjek dot me vrap. Ç'të bësh? Kur e bën spytë dyja të ligjit. Po i rast të visa. I herë ishim aty se shumicën e kohës kam qellu vetëm unë, shoferi Fatorinë në autobus. Si të vjesh? Fatorinë. Vetë jam sa fëkot. Po ç'të vjesh aty biletat? Po pra. Ti vjesh atë të spijen që varke pasyrë aty. Ama mirë, ha. Ana ishte i gru aty, ana i xhaje. Ai shkëti xhaje, se tu e kontrollu kështu që xhevi mrapa. Kështu Ana shofi letër të mëdha, thash do jetë ai bon në privatizimi 100%. Po fix. Ato bënë 12.000 lekë, besoj. Po mirë se Po mi 12.000 lekë kushti falër ti. Kushti falër 12.000 lekë. Shumë rrezik. Do të hongër ato ke shtëpia pas. E qesu shofe kishte qenë recetë i lasish kështu. Ai ç'a thore. Po çati bojsha merrte gjinofi futaj 2.000 lekë. Çka mor sa grus. Çka mor, çka kontrollu, kështu qellu. Je bër tipi Robin Hood i autobusave, ha? Po çati bëjmë? Nevoja. Ja, të erdhi dita valla. Unë se kujtoj ti se unë dal kontrolloj nga qefi, po nga halli vërtet nga nevoja. Normale apo. Kështu që më le ti manja 6 muaj, 1 vit këta gjona të shtë. Po inshallah po i majnë në të shathemin e se na dukesh. Jo ma, të bëni kontroll, të bëni rregullore se ata gjuna janë në bord.